Po, normal, është një ndeshje shumë e rëndësishme për ne. Po ne jena të motivum edhe synimi jonë janë vetëm 3 pikë edhe të vazhdojmë këtë ecurit pozitive që kena. Jam krejt në rregull, ndihem mirë, stërvitet po shkojnë mirë edhe jam gati për lojën nesër, si janë krejt lojtarët të ekipit. Dëmtimi bën veten, po kam me stërvitjet që bëjmë, kam pas mundësi me kap ritmin që kam pas në fillim të kampionatit. Edhe ndihem mirë edhe jam gati për neshën nesër, si thash janë krejt lojtarët janë gati fizikisht edhe mentalisht me marrë vetëm 3 pikë nesër edhe të vazhdojmë. Normal, më pëlqen shumë kampionati sepse janë s'ka si ekip të lehtë, si me thonë, krejt janë ekipe të mira me cilësi edhe për çdo javë janë ndeshje të vështira. Po kjo më pëlqen sepse ka rivalitet edhe çdo ndeshje është e fortë. Po normal që na mungon mungesa e trajnerit sepse kjo na motivon për çdo ndeshje, na motivon edhe po prap jena të motivuar krejt, e dim që mungesa e trajnerit ka me na bo pak dam, po jena gati me fitu këtë ndeshje edhe me marrë 3 pikë. Trajneri Borshi është i trajner shumë i mirë, që din çfarë stili të lojë kena edhe na motivon edhe trajneri Borshi. Edhe jena gati si për trajnerin, si për Prof Edin edhe për Borshin t'japim 100% edhe për tifos Shkodran t'japim 100% edhe të fitojmë.